Promovohet vepra letrare e studiuesit shkrimtarit të minjohur Enver Memishaj, vepër letrare kjo e cila mban titullin DR Skënder Muço, dedikuar udhëheqësit të lavdishëm të luftës antifashiste, një vepër e ndërtuar mbi bazën e dokumenteve të siguruara, të cilat tregojnë kontributin e vyer të udhëheqësit Skënder Muço në luftën për liri. Ky aktivitet është organizuar në kujdesin e veçantë të deputetit të Vlorës, Zotit Bujar Leskaj, i cili ka organizuar gjithashtu edhe votimin e kësaj vepre. Në fjalën e tij, Leskaj thot se për shkak të kontributit të dhënë në luftën për liri kundër pushtuesve nazi-fashist, sot i detyrohemi shumë të gjithë për figurën e njohur intelektualit, avokatit Skënder Muço. Leskaj vlerëson punën e palodhur të autorit Enver Memishaj Lepenica për realizimin e kësaj vepre të vyer studimore. Vlora, qyteti ynë, qyteti me histori të madhe, i ka një borxh të madh erojit antifashist, nacionalistit demokrat, intelektualit pro-perëndimor në çdo kohë, avokatit Skënder Muço. Në kuadër edhe të 80 vjetorit të ndarjes nga jeta të avokatit dhe 80 vjetorit të çlirimit nga pushtuesit nazi-fashist që ne kaluam vitin e kaluar, studiuesi i njohur dhe i apasionuar, punëtori pa lodhur i mendjes, autori Enver Memishaj Lepenica, autori disa librave të tjerë për figura të shuara të nacionalizmit si Justin Lepenica apo dhe libra për luftën e Vlorës e tjerë, punoj dhe nxori në botim një libër dokumentar, një libër studimor me vlera të veçanta, libër mbi aktivitetin patriotik të avokat Dr. Skënder Muços. Duke bërë një relacion mbi përmbajtjen e kësaj vepre letrare, shkrimtarja Laureta Petoshati tregon se roli i Skënder Muços është maksimal, duke dalë edhe përtej profesionit të tij si avokat. Sipas Petoshatit, Skënder Muço përdor njohuritë e tij intelektuale për të kundërshtuar padrejtësitë. Në këtë monografi si drita e diellit kuptojmë se kush ishte avokat Skënder Muço, madje roli i tij si avokat gjatë periudhës së Zogut dhe mbi të gjitha në kohë lufte ishte shumë më i gjerë se profesioni në vetvete, sepse ai e vuri dijen, guximin dhe profesionin në shërbim të lirisë dhe pavarësisë kombëtare. Ai u bë mbrojtës i të drejtave dhe lirive njerëzore. Si avokat i formuar në Perëndim dhe konkretisht në Bolonjë, Skënder Muço përdori njohuritë e tij juridike për të kundërshtuar padrejtësitë dhe për të mbrojtur idealet e lirisë dhe të drejtësisë në Shqipëri, gjë që tregoi në vitin 1932, kur arrestua si pjesëtar i organizatës politike antizogiste Lëvizja e Vlorës. Në fjalën e tij, autori Enver Memishaj shprehet i emocionuar, duke falendëruar gjithashtu të gjithë ata të cilët u kujdesën për këtë aktivitet dhe mbi të gjitha vlerësojnë figurën e erojit Skënder Muço. Sipas autorit, libri përmban 200 faqe, ku në brendësitë të tyre janë dokumenta historike që nuk tregojnë vetëm historinë e erojit kombëtar Skënder Muço, por tregojnë edhe historinë e Vlorës dhe të gjithë Shqipërisë. Falënderime dhe nderime të gjithë ju që keni ardhur sot të nderoni kujtimin e një patriotit shtuar siç është Skënder Muço. Respekt, falënderime dhe mirënjohje i shkojnë veçanërisht deputetit të Vlorës. Jo vetëm për këtë organizim që bëri për librin e Skënder Muços, po veçanërisht për atë farën e mirë, atletare, patriotike që po mbjell në Vlorë dhe në gjithë Shqipërinë, duke shpërndar libra dhe ide patriotike në çdo kohë. Mua më kujtohet veprimtaria e Bujar Leskajt, më kujton veprimtarinë e rilindasve të mëdhej, po të rilindasve të najfrashërit, jo të këtyre që do ta hedhën farën, thonë ata, sa do e parapambetur të jetë Shqipëria, se do vi koha thot që të mbijmë. Këtë gjë bën Bujar Leskaj. Përgjithsisht, individualisht e falenderoj dhe jam mirënjohës për faktin se ky libër nuk do të ishte sot në dorën tuaj pa bujarin dhe fisnikrin e bujarit. Ai është sponsorizuesi i këtij libri. Faleminderit i dashur Bujar. Përsa i përket librit, ky libër ka 200 faqe dokumenta historike që botohen për herë të parë. Çka do të thotë? Që ky libër nuk mund të lexohet si një monografi thjesht, po duhet lexuar si një libër historik
me vlera, e kupton, për historinë e Vlorës dhe për historinë e Shqipërisë.